Nuk janë fjalët ato që e formojnë fëmin tanë, po janë veprat e tua. Dje, kur Leoni u kthy nga shkolla, kishte një dritë jashtëzakonshme në sy. Me shikoi me një gëzim të thellë edhe më tha: "Mam, sot kam marrë 2 smajlla, u bon 20 gjithsej. Kam fitu dhuratë sepse kam ndihmu dhe jam zgjedhur si nxënës i mirë dhe i përkushtuar." E shikova me zemër të mbushur dhe i thash me gjithë shpirtin tem: "Bravo Lian, jam krenare me ty." Dhe ai pa u menduar gjatë me tha me një zot butë: "Po unë jam si ti, mam, edhe unë ndihmoj, edhe unë bëj vepra të mira." Ke keni idenë se çka kam ndjeh unë në atë moment. Në atë sekond më mbushën sytë me lot, zemra më rahu ndryshe, sepse po kjo është e vërteta që shumë kush harron. Fëmijët nuk na dëgjojnë, fëmijët na shohin. Ata mësojnë nga ajo që jemi, jo nga ajo që them, që thojmë, që na ju thojmë atyre, por nga veprimet që na bojmë, ashtu siç na jem. Dhe nëse don që fëmija yt me qenë ma ndryshe, ti duhet me qenë shembull për ta.